kude i dinë ato. Ato tunelet tani, unë kam qenë mrapa, se kisha një mall, sepse për punën që e ke bo me pasion, ke pa tjetër që ke një mall kur shputesh prej saj. Edhe unë vetëm për vendin, kisha qef të shikoja çfarë ndodhet. Aty rrisnin kërpudha pastaj në tunelet e më fal, një sekond. Ti shkove prapë te depot, kontrollove domethënë. Ko më vonë, vite më vonë? Kur? Shkova vite më vonë kur u ktheva nga Italia, pas 5 vite kam dhejt pa dokumente unë këtu. Bëre dokumentat dhe u ktheve te vendi punës ti prapë. Dhe peqa aty s'kishte më. Te veni punës se ekzistonte më. Vetëm u rrisnin kërpudha aty, te veni punës. Kjo më bëri përshtypje që the që ato mina përfunduan në Gërdec. E thua se e di apo e thua se mendon që... Ja, unë mendoj, po thënë... Aty vë demontimi, e vërtet ashtë demontimi... është bërë qarmatim, është bërë qarmatosja e këtyne minave. Nuk e di, i kanë që për... Ati e thonë, në armatimi shkojnë në Gërdec, ai që meti. Kush u mor, ku u tërëktu, ato që metën i kanë qumë në Gërdec, këshu u morën veshne. Ato minat nuk ishin më aty. Kur u kthevën mas 2 viteve, mas 5-6 viteve, nuk ishin më aty në tunel. Si të duket ju kjo që ti bëj një punë për të cilën ju kishit sekret të flisni? Ti në shtëpi flisje për minat për shembull? Flisje për minat dhe në shtëpi? Jo. Ishte sekret? Absolutisht jo. As në shtëpi, as më gërë, as më fëmijët. Nuk e din këtë muhabet. Unë tani po flas për herë të parë. As me vëllezërit në shtëpi, unë kam 4 vëllezër. Nuk fliste kur? Kisha, një më dek, po. Kam 3 gjallë pra. Faleminderit. Edhe unë them, as me vëllezër se kam po këtë muhabet. Kur njëtën time. Unë tani po flas me ty që po flas për këtë, sepse ishte një sekret. Problemet gjatë në ushtri e brenda repartit çfarë ndodhen, e çfarë lëvizin, e çfarë ndodh atje, nuk ishte drejt lëvizit, të ftisë jashtë repartit. Të bëri përshtypje, po. Kush ishin njerëzit atëre që vajtën? Tani kjo është shumë e bukur që ata që vajtën të vidhnin bazën përfunduan duke vjedh ca ushqime. Ajdutët e vërtet morën mina detare, apo jo? Po. Se ajo ishte gjë me vlerë. Dhe atë e dinin jo të gjithë. Edhe armatimi, po edhe armatimin e letë morën njerëzit, merrin automati, pistoleta, që ishin këto armët e kamësërisë. Ata që vodhen armatimin e letë, fshehen ata që morën armatimin e rëndë. Sepse ju po tregoni tani që qa kishte aty vërtet, në bazë. Nuk di që atëm, po kur i kujtoj ato gjana, nuk di. Se që kemi bërë, ne kemi bërë të vetëmën gjënë që nuk e ka bërë as një shtet në botë. Se kam në gjuhë në shtetë sa do i humën ato venet afrikane, që të hapin depot e të fusin civilet mrena, unë se kam në gjuhë për vetë. Unë jam 63, për pak bëj 63 vjetë, unë se kam në gjuhë që një shtetë hapi depot edhe futi fëmijët, grad e fëmijët mrena e morën armë dhe morën fishek, e morën që si ishte aty. Nuk e kam në gjuhë. Ne e bëm të punë. Tani, kujtja lem, zotë shpije, zotë i shpis, e kishte ndorët punë. Sepse, kur më thotë mu komandanti i bazës, gjinë, pleri, porosit, meri majnarët i nisin shpije. Edhe ti shko në shpije, edhe ne po shkojmë mas të në shpije, edhe e la, po si ka mundësi, do të thamë edhe një gjë të ngjashme me këtë rast, se kur dën shteti e mbron, ndërsa kur dën e liron. Para në 90 njëshin, në kohën e eksodëve të para, 90 kur ndodhen eksodë, 91-shin, pa ndodhe eksodë, nduket eksodë i parë, a në 90-ën fare. Kemi pas një komandant baze e ndërë kam respekt shumë, një Piro Kuqi e ka emrin, në qovë se në gjënë të shi e përshnes edhe e falenderoj nga zemra.
Në ndodhi, eksodi u nisën kishin ardhur nga Shkodra, njerëzit, Shkodranë, për të hyrë në rëpart, për të marrë anijet, për të ikë, anijet luftarake, donin të merren anijet me ikë në Itali. Këto. Edhe u një zhurma që në qytet, në Shëngjin, faktikisht disa llafe i kishin një kishte marrë vesh komandanti edhe na mlodhi, na ka mbledh në orën 10, ka po mbledhëm gjithë efektivin kuadër të bazës, edhe na shtën urdhëri. As edhe një kom civili në rëpart nuk do lejohet. Edhe rajonet e morte si mas në rëparteve, mu më qëllonte depo e minave, bashkë me efektivin e oficinë silurave, na qëllonte pozicioni vendi i mbrojtjes rëpartit e kishim mund të postobloku, edhe krahu i portit. Krahu, atë pjesë kishim zonën e mbrojtjes. Ne. Edhe organizohet mbrojtja e rëpartit, del komandë, vinë ata, u nisën ajo turma nga qyteti, edhe marrën rrugën drejt portit. Kur kanë kalu portën e portit, që s'do hynin anë nga porti nga anijet tregtare, u nisën me kalu nga marina, nga zona jonë, edhe thënë, bërtiti një më kujtohet një zonë një nga porti, bërtiti Pira, janë nisur drejt porti, drejt marinës. Edhe ne kemi zënë pozicionet, gjithë pozicionet e mbrojtjes, edhe kemi nejtë aty me marinar, oficera, non oficera. Edhe i pritëm, kur erdhën aty, i këshin vënë gratë e fëmijët përpara. Nërsa mbrapa ishin do quna gjatë, edhe vinë aty ato dhe vazhdojnë ecin, roja ishte një 20 metra e shkputur nga godinat. Nërsa postobloku ishte edhe një 20 metra tjera më përpara. Atje kishim shkrytur në zonën ndaluar, ndalë zonë ushtarake. Nëse ato vazhdojnë, ndeshën me kalu, sa kanë shkel ato, venin që i kështë shkurdur, ndalë zonë ushtarake, kanë shkelur ato, i ka marrë komandanti Pirraja, i ka marrë armen të marinar, që mante një marinar afer gjithmonë me automatik në dorë, edhe a i lëviste të ne kështu pa armë, po mante këtë marinar, i shkut me gjithmonë afer, i ka bëk të marinarit ma hirë, ja hodhe automatikun me dorë të rëngë e priti edhe ja futi një bërshëri. Sa ka bërë bërshërin e parë këj komandanti, kemi shpërthy gjithë bërshërin në ajer, gjithë bërshërin, po u shtoj gjithë mali i Shëngjinit e gjithë qyteti i Shëngjinit. Një bërshëri e shkoj e zgjatur, sepse nuk e bënin gjithë një kohë. Dikush para, po bërshëria shkoj e zgjatur kështu. Edhe janë këthyrë me gjithë shpejtësinë, janë këthyrë me mrapa ato turma që po vinin drejtim nesh. U këthyrë mrapsht. Edhe në këtë moment kanë dalë këtë qunat që ishin mrapa atyre grave e fëmijëve, dolën përpara edhe ju thonë stop, mos lëvizni më. Edhe ka kërku njëri komandant, a ka mundësi të takohemi? Kemi një muhabet për të bë? I thotë komandanti, po si, i hedhë armën këtij marinarit, që i kishte në dorë, edhe shkon marinarit del të sheshi, jo jashtë të postoblokut, mrena, postoblokut i ban të qunët me dorë, hajde mrena. E thirri, biseduni, tha, një gjë, ne tha, kemi synimin do marrëm anijet, do ikim në punën tonë. Nuk do prishet as një qoftë edhe një gjam, po u thuj në rëpart, ne që jemi ne shok, ne të qunat, që ishin të qunat e gjatë, që morën për sipër, gjithë gjatë që këshin marrë për sipër për realizu këte, tha ne do ikim të funit në anije. Në qoftë se një gjam është thyrë në rëpart, nga civilat ne do rrim peng, nuk do na lirosh ne. Por ne kemi qëllimin tonë, do marrim anijet se këta ishin mësuar ato eksodet që organizuan përpara, merrnin anijet tregtare, anijet peshkatare të këto, edhe iknin, pse ju thonte njëri, ju dilte njëri para atje. Ndërsa këtu ju tha komandanti dëgjoni, në rëpart kam civili nuk futet. Bëni çdoni, realizoni atë punën tuaj si doni ju, po në rëpart kam civili nuk futet edhe kushtet të ndoje, të futet i pari, vetëm klubin kokë se ka. Nuk kam as me qeverin, as me masinjeri, s'marr asnjë urdhër për këtë. Si quaj komandanti? A kuptët? Jo, e kuptoj. Pirokuqi, pas jetën e gjatë.
pas jetën e gjatë. Mbrojti pronën publike, pronën e AD-ut, vetë, në fundit. Po, publike, sepse ishin E mbrojti me kokën miliarda e vetë, e mbrojti me kokën e vetë, se mund të akshin qëlluar, mund të akshin vrarë. Pa tjetër,